A mund të quhet kjo ndeshja më e rëndësishme gjithë kësaj ecurie në kombëtaren shqiptare personalisht e juaja? Possiamo chiamare questa la partita più importante tra il suo percorso con la nazionale albanese? Përshëndetje. Tutte le partite sono importanti. Oggi sì. La domanda è giusta. Oggi sì, assolutamente. Un mese fa era Lettonia. Se non vince Lettonia non aveva senso restare qui. Abbiamo vinto, allora siamo in grado di giocare una partita molto importante. Vinci qua, la prossima è Andorra, è inutile vincere e Andorra non fare niente. Poi oggi sì, assolutamente d'accordo che oggi è una partita molto importante, oggi no, domani è una partita molto importante per noi. Dopo è bella perché è emblematica, c'è un contenuto importante indietro di questa partita. Forse la più importante in questo percorso che ho fatto con la nazionale, non lo so, ma emblematica certamente come abbiamo visto a Tirana. Tutte e due sono partite diverse, si sente che sono diverse, è bello da giocare. Të gjitha ndeshjet janë të rëndësishme, por sot po, absolutisht është ndeshja më e rëndësishme. Një muaj më parë ishte ndeshja ndaj Letonisë, por nëse do kishim fituar aty nuk do kishte sens kjo ndeshje, por fituam edhe tashmë luajmë një tjetër ndeshje shumë të rëndësishme. Nëse do të fitojmë, kemi Andorrën e cila do të jetë ndeshja më e rëndësishme në vazhdim. Nuk e di nëse është ndeshja më e rëndësishme, por është emblematike dhe kjo është e bukur e kësaj ndeshje dhe janë ndeshje të ndryshme siç e pam edhe në Tiranë, dihet që në atmosferë, po besoj do të jetë një ndeshje e bukur. Mister Elvis Regja Digital, është gati ekipi për të synuar fitoren dhe a keni punuar me sulmin pasi po na mungojnë golat pikërisht nga sulmuesit? È la squadra pronta per vincere domani e avete lavorato con la fase offensiva perché mancano i gol dagli attaccanti? Përshëndetje. Quanto riguarda la partita, poi come l'ho detto è una partita molto importante, diversa, bella da giocare. Allora abbiamo avuto un periodo di 3 giorni e mezzo da allenare bene la squadra, parte difensiva, la nazionale è quello, sono 3-4 giorni, veloci, video, pratica al campo, correzioni e partita. Abbiamo arrivato qui pronti tutti, veramente. Ieri un bellissimo allenamento abbiamo fatto, un livello di intensità alto, forti, tutti i calciatori pronti, è quello che voglio vedere in tutti loro. Domani scegliamo quello che va al campo, ma sì, abbiamo lavorato parte difensiva, parte offensiva, abbiamo lavorato come squadra. Quanto riguarda il gol è l'ultima parte del calcio, si costruisce, si lavora per segnare. Calcio non è mica semplice, poi tutti i miei attaccanti hanno il mio supporto, tutti loro, io mi fido tantissimo di tutti loro fanno un bellissimo lavoro per la squadra, dopo provano certamente a segnare. Sono convinto che tutti loro sono in grado di andare al campo e segnare. Siç e thash, është një ndeshje e rëndësishme e bukur edhe ndryshe nga ndeshjet e tjera. Për 3 ditë e gjysmë kemi pasur shërbime të vazhdueshme në Tiranë, duke përdorur edhe videoanalizën, më pas duke shkuar në fushë, duke korrigjuar ato çfarë kemi vënë re, po ashtu edhe nga videot. Dje kemi zhvilluar një shërbime të nivelit shumë të lartë, gjithë lojtarët kanë qenë të gatshëm dhe janë përgatitur stërvitjes, janë përgjigjur stërvitjes. Nesër do duhet të zgjedhim lojtarët të cilët do të dalin në fushë, por jemi servitur si skuadër. Goli nuk më shqetëson mungesa e golit nga sulmuesit, sepse goli është fakt pika e fundit e futbollit, sigurisht ndërtohet për të shkuar te goli, por unë kam besim që të gjithë lojtarët dhe të gjithë mund të përgjigjen atyre çfarë kemi përgatitur gjatë servitjeve. Endi Tufa, Top Channel. Mister, për i kohë është tashmë konsideroni si një trajner që nuk ndryshoni shumë. Trajneri i Serbisë ka deklaruar që ne dimë si luan Shqipëria dhe nuk është se ka diçka të re. Keni një surprizë për nesër? Keni diçka që do të ndryshojë nesër, krahasuar ndoshta me ndeshjen e parë? Già da tanti tempi li conosciamo come un allenatore che non cambia tanto e anche l'allenatore di Serbia ha detto che noi già lo sappiamo come giocherà Albania. C'è qualche sorpresa per domani? Përshëndetje. No, quanto riguarda la partita anche noi sappiamo di loro. 3 centrali, 2 esterni, 3 centrocampisti, un mancino, 2 attaccanti.
Guarda, quanto alla nostra squadra, io penso tanto in nostra squadra, ce l'ho, non dubbio, ma ancora abbiamo un allenamento, importanti capire, domani mattina praticamente la squadra è pronta. Posso dire, loro già sanno tanto. Në fakt edhe ne dim ekipin e tyre, luajnë me 3 qendërmbrojtës, 2 mbrojtës krahu, 3 mesfushor, 2 sulmues, praktikisht e dim edhe ne si do të luajnë, por nuk mund t'ju them për ndonjë surprizë, se tash do merrin shumë më tepër informacion. Por kemi një stërvitje të rëndësishme që na pret pas pak edhe do të marrim vendimin nesër. Përshëndetje, Bletar Kuka, FC News. Mister, është thënë që është një ndeshje si një finale, thonë që duhet fitoria. Realisht për mendimin tuaj, si janë shanset tona dhe të Serbisë për këtë ndeshje? Shumë herë thuhet 50-50, kemi shanse më shumë ne, më shumë Serbia. Çfarë mendoni për këtë? Già lo sappiamo che questa è come una finale che noi dobbiamo vincere, ma quali sono le possibilità tra noi e tra Serbia per vincere? Ci sono 50-50 o noi siamo più favorizzati o loro? Come lo vedi? Përshëndetje, tutto un piacere rivederci qui. Abbiamo fatto una bella chiacchiera 10 giorni fa, 15. Poi guarda, calcio è imprevedibile. Calcio, ripeto, è imprevedibile. Per quello noi non possiamo anche fare bet, è giusto, Fare a bet non vince. Sembra che tutto... non so. Io sono un allenatore, ho fatto di calciatore 15-16 anni con tutta umiltà, in grandissimo livello. Ho fatto già un mondiale come collaboratore, un'Eurocoppa con l'Albania. Io mai ho visto una partita che vince uno prima di iniziare, dopo ci sta. Questa è una squadra forte, sappiamo, con valori individuali importanti, calciatori di campionati importanti, pesanti, calciatori forti. Allora, noi abbiamo visto a casa che abbiamo giocato a pari lì, abbiamo cresciuto tantissimo come squadra, dopo un europeo, esperienza, tutto può succedere in una partita di 90 minuti, sappiamo noi, ma anche sanno loro. Non c'è, secondo me non esiste un percentuale, esiste andare fuori con tutta l'intensità del mondo e giocare con forza, con anima e cuori, dopo vediamo. Ma io ci credo veramente in nostre squadre. Grazie. Mr. Altin Sulçe. Futbolli në fakt është i paparashikueshëm, nuk mund të vësh një bastë dhe të thuash do të fitojmë këtë ndeshje. Kam bërë një karrierë 15-16 vite si lojtar, me modesti e them në një nivel goxha të lartë, po ashtu kam qenë zëvendës trajner edhe tek një ekip që kam përjetuar dhe eksperiencën e botrorit, kështu që nuk kam parë asnjë rast një ndeshje e cila mund të quhej e fituar tashmë nga njëra nga skuadrat. Kundërshtari është një skuadër e fortë, ka lojtarë të mirë individualisht, të cilët luajnë edhe në nivele të larta. E kemi parë edhe tek ndeshja në Tiranë që niveli ishte aty pak a shumë të dyja skuadrat, por ne jemi rritur shumë, sidomos edhe nga eksperienca në Europian, jemi rritur si skuadër, por të gjithë e dim që në futboll ndodh çdo gjë në 90 minuta. Por unë besoj të gjithë lojtarët e mi dhe duhet futemi në fushë me zemër dhe me shpirt. Sulçe. Altin Sulçe, Dysjenën. Mister, nuk kemi më kohë në ndeshje fundit. Gjatë tyre eliminatoreve, shumë lojtarë nuk kanë qenë ashtu siç ju keni pritur. Do t'i jepni shansin e fundit apo do luani asin nën mëng? Noi non abbiamo più tempo, questa è la ultima partita. Abbiamo visto che qualche giocatori durante le qualificazioni non sono stato nel suo livello. Sarà questa, tu dai un'altra possibilità a loro o giochi l'ultima carta con questa partita? Përshëndetje. Ripeto che la partita più importante in questo momento è domani, ma abbiamo fatto un percorso perché se tu arriva qua con 3 punti sei eliminato. Se vinci questa partita e dopo non fa niente, sei eliminato. La prossima partita è la più importante, molto emblematica. Le partite che a me, ti dico, dopo, mi piace giocare questa gara, sono importanti, sono belle, c'è un'atmosfera molto bella, molto diversa, un rispetto, come abbiamo visto a casa. Allora,
Non è che abbiamo 50 calciatori che si può scegliere, no, noi abbiamo un gruppo di calciatori che viene da noi già da 2 anni e mezzo, qualcun cambio importante da Varsovia 2023 fino ad oggi c'è un cambiamento importante perché è un percorso normale, escono qualche calciatore, cioè arriva un momento e entrano altri. È una squadra diversa di quella lì. Allora io, come l'ho detto, mi fido tantissimo da tutti, c'è una cosa, 2 o 3 che si può fare sempre, non mi piace dare il nome, voi avete visto, è solo fare 6 mesi indietro che squadra era, e le squadre d'Europeo c'è un cambiamento, io mi fido del calciatore, sempre, sempre, allora scelgo e faccio giocare, però... non mi interessa il momento solo del calciatore, mi interessa che il calciatore da noi, come nazionale, ci porta in campo tutto, e l'anima e il cuore, e è un calciatore in grado di andare in campo. Se è in grado di andare al campo, va a 100%. Nuk më intereson shumë momenti në cilin po kalon lojtari, por nëse ai është i gatshëm për të futur në fushë dhe për të dhënë për kombëtaren, është mundur të luajë. Sigurisht që e thashë më përpara që është një ndeshje shumë e rëndësishme, më e rëndësishme momentalisht sepse kemi bërë një rrugtim për të arritur te kjo ndeshje, edhe sigurisht që nëse do kishim ardhur këtu me 3 pikë, nuk do të ishim duke folur për një rëndësi të tillë në këtë ndeshje. Edhe nëse fiton këtë ndeshje dhe më pas merr vetëm 0 pikë, sigurisht që i eliminuar dhe më pëlqen të luajnë ndeshje të tilla. Ne nuk është se kemi 50 lojtarë nga të cilët mund të zgjedhim vazhdimisht, kemi lojtarë të cilët gjatë këtij rrugtimi prej rreth 3 vitesh ka pasur ndryshime, duke marrë parasysh nga ndeshja e parë në Varshavë dhe tek ndeshja e fundit që po luajmë, por dhe skuadra ka ndryshuar, sidomos edhe gjatë europianit pati ndryshime. Dhe unë besoj të gjithë lojtarët e mi gjithmonë dhe do duhet të bëj zgjedhjet e mia nesër, varësi të jo momentit të lojtarit, por të asaj çfarë jep në fushë. Enos Kaço, Radio Televizion Shqiptar. Përshëndetje mister. Përshëndetje. Kjo është një ndeshje ndryshe nga të tjerat dhe sado që ti biem nga ana, kjo është një ndeshje ndryshe për lojtarët, por edhe për ju, duke qenë se pikërisht në këtë 90 minutash vendoset ndoshta me shumë mundësi ai vendi i dytë që shkon në play-off. Sa ndihet ky presion tek ju dhe si përjetohen sfidat të tilla? Questa è una partita differente anche per i giocatori ma anche per voi, per lei, perché questa partita può decidere anche il secondo posto della girone, così noi possiamo andare anche nel playoff del mondiale. Come si sente con questa pressione? Ci sta? C'è pressione in questo momento per i giocatori e anche per voi? Përshëndetje again. Bella domanda. Questo che mi piace, poi guarda ragazzi, noi che siamo qui, i calciatori, sono molto abituati al pressing, è bello, se no non sarebbe qui, era da un'altra parte. Tu impara da bambino, da 15 anni, 16, gioca e deve vincere la rivale, 18 anni, 19 al primi squadra, 22, 23 già fa un derby in la città, poi io sono da San Paolo, dopo cresciuto in calcio a Londra, in Arsenal, poi è bellissimo. Poi noi siamo tutti molto abituati, loro, noi, quella è una motivazione extra in più. Come lo dicevo, è importante arrivare qua, Lettonia è stata molto importante, vincere lì e arrivare qua in condizione, bravissima la domanda, di qualificarci. Allora, domani è una partita molto importante, il chi vince mette un punteggio, sì, il chi vince fa un percentuale importante di andare in avanti. Sappiamo noi, sanno loro, è chiaro di tutto, ma chiaro di tutto, poi è una partita bella, il pressing molto tranquillo, gestiamo bene con i calciatori, abbiamo lavorato 3-4 giorni di fila anche da noi, partita bella, molto bella da giocare, magari possiamo lì andare a fare il migliore e quello che vogliamo, e vincere si possiamo certamente. Në fakt të gjithë jemi të mësuar me presionin në këtë profesion, sepse ti luan futboll që 15 vjeç, je mësuar të luash me kundërshtar që 18 vjeç, shumë lojtar kalojnë tek skuadra e parë, më pas 20-21 vjeç mund të luash një derbi të rëndësishme, kam pasur edhe vetë nga eksperienca ime nga San Paolo, më pas duke kaluar në Londër e tjerë. Në fakt mund të shërbejë dhe si motivim ekstra në këtë rast, por e rëndësishme është që jemi këtu në këtë moment edhe ishte shumë e rëndësishme që fituam ndeshjen ndaj Letonisë dhe e cila na solli këtu. Kush fiton nesër,
sigurisht që fiton I rritet më shumë për probabiliteti ose përqindja për të shkuar për të ecur përpara dhe bën një hap shumë më të sigurt për të shkuar drejt play-offit, por jemi të qetë, jemi duke punuar edhe besoj se do të jetë një ndeshje e bukur për të shijuar. Bani të lutem jepja pak kolegut grek. Dušan Uštević, Portal Telegraf. Pitanje za gospodina Silvinja, dva pitanja zapravo. Od koga iz redova Srbije vam mislite da vam preti najveća opasnost, ko su ključni igrači i da li strahujete od otkaza u slučaju da izgubite od Srbije sutra? Lasci stare, sono in netto ritardo, chiedo scusa, I'm delay, sorry. Si sente minacciati di qualche giocatore di Serbia, in senso che ci sono qualche punti forti con la squadra di Serbia? E la seconda domanda è che hai paura che se non vinci questa partita perdi anche il posto di lavoro? Calciatori seri, la domanda seconda? No, seconda. Sì, Sì, ho capito. Capito. Good afternoon. Very good first question. Puoi fare in italiano, mister? Can I answer in English? No? Yeah. I think the UEFA just punish me. No, Italiano? italiano Va bene. loro traducono. Così è più facile. Quanto riguarda la prima domanda, che io penso che la prima domanda che è la bella, la buona di calcio. Quanto riguarda al mio futuro, il mio futuro ci penso io. Ho fatto, l'ho detto già all'Arsenal, ho fatto al Barcellona calciatore, ho fatto una nazionale brasiliana, ho fatto allenatore, sono assolutamente contento, felice in Albania. Poi dopo futuro, è come il futuro di un calciatore, un giorno è qui e tra parte è di là, noi non siamo eterni. La domanda non entra. Chiedo scusa, la prima domanda è buona e loro, l'ho detto, una squadra molto forte, individualmente i calciatori che giocano in campionato segnano su tutta la parte offensiva, difensiva, una squadra potente, fisica, mi spiace tantissimo 1 contro 1, spreco l'energia, sono forte, e la parte offensiva sono calciatori importanti, buoni, calciatori che segnano, dentro dell'area c'è cattiveria. Io mi ricordo 2018, nazionale brasiliana, abbiamo fatto un mondiale, la terza partita, Brasil-Serbia in Russia. E certamente abbiamo studiato tutte le squadre esterne, che oggi la conosco, è un'altra squadra già diversa, ma Kostic per esempio era lì, è una squadra che già si sa tutti, hanno molta qualità tecnica, una squadra forte, buona. Io potevo dire i nomi di 2, 3, 4, ma parliamo di 5, 6, 7 calciatori, loro hanno calciatori forti, sì. Në fakt, pyetja e parë është një pyetje e duhur për futbollin. Pyetja e dytë nuk mendoj se vlen në këtë rast për diskutuar, sepse për të ardhmen time mendoj unë. Unë kam pasur një rrugtim timin në karrierë duke luajtur në Barcelonë, duke luajtur në Londër, në San Paulo, po ashtu edhe si trajner, zëvendës trajner në ekipe të ndryshme. Por mund të them që jam I lumtur për punën time në Shqipëri, edhe ne nuk jemi të përhershëm, nuk I dihet asnjëherë se si vjen e ardhmja e një futbollist ose trajneri. Për sa I përket pyetjes në lidhje me skuadrën e Serbisë dhe lojtarët, është një skuadër e fortë, janë lojtarë të cilët mund të shënojnë gol, potent fizikisht, shumë të fortë në luftën 1-1, harxojnë shumë energji, sidomos faza ofensive ka një lloj cinizmi, pra I shfrytëzojnë shumë mirë hapësirat që ju lejohen. Mbaj mend në vitin 2018 kur kam qenë pjesë e stafit teknik të skuadrës së Brazilit, jemi ndeshur në ndeshjen e tretë mos gaboj ndaj Serbisë. E kishim studiuar Serbinë, sigurisht që është një ekip, një skuadër ndryshe nga ajo e 2018-s, por që cilësitë teknike edhe fizike ishin dhe janë ende aty. Io desisto, vai te. Dobar dan, Stefan Smuđe, B92 Sport. Zanima me da li se slažete sa izjavom predsjednika Fudbalskog saveza Albanije, Armando Duka, koji je rekao da Srbija ima nekoliko samo dobrih igrača, ali ne I dovoljno dobar tim.
Allora. Vetëm një sekond, ju lutem, kur të citohen deklaratat, të jemi sakt, pra kur sillen konferencë një deklaratë që ka bërë një lojtar, një trajner apo një president, vetëm citimi të jetë I sakt, pra të mos I ndryshojnë fjalët. Faleminderit. Siete d'accordo con quello che il presidente dell'associazione albanese ha detto che la Serbia ha solo qualche giocatori buoni ma non ha il gruppo? E Fation ha anche detto che devi citare le dichiarazioni, quello come ci sono. Because he didn't say that you don't have a good team. He said Lui non ha maybe detto our che team la Serbia non ha una buona squadra. is much better in quality, but he didn't say that you don't have a good team. That's the point. I think that it was the opposite. And he said that Serbia had only a couple of good players. No. Okay. Ok. La idea è che siete d'accordo che la Serbia ha solo qualche giocatori buoni, ma non una squadra, diciamo. Lasciami capire una cosa, ragazzi, cos'è se ridi. Qua c'è la traduzione in inglese? Io poi non riesco a... perché c'è in albanese, non è che capire. Lasci stare, lei mi fa la traduzione. Dopo l'ho visto la dichiarazione che dice questo signore Che è mia, il no, nostro non mia. presidente, no, il nostro presidente ha detto che ho Serbia. Ho capito. Ma guarda ragazzi, io non leggo da niente, da nessuna parte. Io sono con il calciatore da 6-7 giorni, da fare bellissimo allenamento, da guardare loro, da prepararci loro per una partita importante. Allora, non mi interessa lo che dica di una parte o dell'altra, quello non mi interessa niente, se è vero, se non è vero. Io, come l'ho risposto, conosco benissimo questa squadra, ripeto che dal 2018 con Brasile lì ero in panchina, ho visto, ma questo serve una squadra forte con tanti calciatori che giocano in campo, è la stessa risposta praticamente. Ma io ho dimenticato una cosa, anche in nostre squadre calciatori forti, buoni. Mi fido tantissimo di tutti loro, posso dire tanti nomi, Hoxha, Manai, Broja, Sani, Nedim Bayrami, Lacci, Daccu, sono tanti, forse ho dimenticato qualcun altro, calciatori forti che quando va al campo va forte, va bene, segnano. Mi piace tantissimo tutti questi calciatori che ho portato in nazionale. Në fakt mua nuk më bie shumë të rri të lexoj se çfarë shkruhet edhe çfarë thuhet. Kam 6-7 ditë që përgatitem edhe shoh lojtarët edhe I përgatis ata për këtë ndeshje dhe nuk më intereson shumë se çfarë thuhet ose nëse është e vërtetë apo nuk është e vërtetë një deklaratë e caktuar. Unë e njoh, e thash edhe më përpara, është pak a shumë përsëritje e pyetjes së mëparshme. I kam parë që në 2018-ën skuadrën e Serbisë është skuadër e fortë, ka lojtarë individual të mirë, por nga ana tjetër mund t'ju them të njëjtën gjë për skuadrën tonë, që kemi lojtarë shumë të mirë, mund t'ju përmend disa emra si Hoxha, Manaj, Broja, Asani, Daku, Laçi, të cilët janë shumë cilësor, din të shënojnë dhe japin çdo gjë në fushë. Okej, Bani, pyetje? Po, Mister, edhe një gjithë fundit shumë shkurt, a ka një lloj krahasimi në këto 4 muaj Shqipëria e qershorit dhe Serbia e qershorit me momentin tani? Në anën fizike dhe psikologjike dhe diçka tjetër, keni përgatitur një fjalim apo nuk e di diçka karikuese, motivuese për futbollistët përpara ndeshjes? C'è un paragone tra Albania di giugno e Albania di ottobre e Serbia di giugno e Serbia di ottobre. Questa squadra fisicamente e anche psicologicamente per tutte e due squadre. E la seconda domanda è se avete preparato qualcosa, una parola da dire ai giocatori prima della partita? Giugno, sì. Non settembre, giugno. Sì, ottobre e giugno. La prima partita e la seconda. Ma guarda, questa è una cosa molto bella della nazionale. Io ho avuto l'esperienza della società e della nazionale. Ripeto, la brasiliana adesso qui da quasi 3 anni. È diverso, un lavoro diverso. Il calciatore forse
non ti fa bene, là arriva da noi fa bene, di là fa bene, viene da noi, è un altro mondo, è un'altra cosa, è un'altra metodologia, è un'altra... Io ce l'ho calciatori che giocano a 3-5-2, da noi gioca a 4-2-3-1, cambia tutto. Allora da vedere il calciatore, secondo me questo è un momento, non da noi solo, da tutti gli altri, è un momento che il calciatore arriva nel migliore momento. Ho detto che fine stagione in giugno, adesso siamo all'inizio della stagione. Bravo, perfetto, è quello. La domanda era quella, e no, io ho capito, la risposta arriva. Io penso che tutti arrivano in un migliore momento, tutti, quando dico è che c'è tante partite internazionali. Giugno mica semplice, è un altro momento, io penso che hanno cresciuto tutti il calcio, tutti hanno cresciuto tanto fisicamente, arriva un momento che già è il migliore momento di un calciatore, secondo me ottobre, novembre, dopo 4-5 mesi in competizione, arrivano praticamente tutti molto bene, anche attento che è un momento di tanti infortuni, meno male che noi siamo a posto, ma io penso che da tutti, non solo da noi, ma da tutti arrivano in condizioni migliori. Avete preparato qualcosa da dire ai giocatori prima della partita? Sì, ma io adesso non ti posso... Domani dico allora, sì, sempre c'è qualcosa... anche la parte psicologica della squadra fa questo segno, no scherzo, no. È una psicologa ma facciamo noi a libero calcio, lei sempre ci dà un supporto e fa il suo lavoro molto bene. Grazie. Grazie, mister. Në fakt kjo është e bukur e punës me kombëtaren, duke qenë dhe diferenca nga klubi me kombëtaren, sepse i kam provuar të dyja eksperiencat, janë punë të ndryshme komplet, metodologji të ndryshme. Ne kemi lojtarë të cilët luajnë me skemën 3-5-2 te klubi i tyre, ndërkohë tek ne luajnë me 3-4-2-1, por e rëndësishme është dhe ajo çfarë mendoj është që në këtë moment të gjithë lojtarët vinë në një moment të mirë të tyre, në qersho është pak e vështirë duke qenë se është fundi i sezonit. Nga ana tjetër mendoj që janë rritur lojtarët edhe fizikisht dhe psikologjikisht nga qershori deri më tani, dhe periudha më ideale ndoshta e punës me kombëtare në shtatori dhe nëntori, duke qenë se por ka një lloj kleçke sepse është dhe moment dëmtimesh, por për fatin tonë të mirë jemi goxha okay në këtë aspekt. Dhe sigurisht për aspektin psikologjik edhe të motivimit të lojtarëve kemi punuar dhe do të punojmë sigurisht që ka një aspekt për cilën fokusohemi aty. Pyetja fundit fare, Ylli. Mister, gjatë periudhës që jeni në drejtimin e kombëtares, na keni dhënë mesazhin që dyert e ekipit kombëtar janë të hapura për gjithë lojtarët, konfirmuar me 55 emra të thirrur në grumbullim për gjitha ndeshjet dhe 44 të aktivizuar. Nga lojtarët që keni marrë në vigjiljet e kësaj ndeshje, ka patur prej tyre që të kanë dhënë mesazhin që duan ta rrëmbejnë një bluzë titullari për nesër? Faleminderit. Voi avete detto sempre che le porte della nazionale sono sempre aperte e questo si vede anche perché avete convocato 55 giocatori e 44 di loro sono stati attivi e hanno giocato. C'è qualche giocatore che gli ha dato il messaggio che vuole portare la maglia su questa partita domani? Che vuole giocare, diciamo? Di questi nuovi che hai portato, diciamo? Per scendetti la game è aperta, giusto lo che dice lei, è aperta. Infatti, guarda, abbiamo Griezmann, allora arriva Gripsci, è aperta. Loro sanno di quello, io ho una responsabilità grande con la nazione, con la federata, con tutti voi, con la nostra gente, di portare i migliori calciatori qui. Ogni tanto si sbaglia, giusto, non è mica facile da prendere, ma sono assolutamente fieri di tutti loro. Griezmann sta facendo un allenamento molto buono, Gripsci è arrivato, parlo di loro due adesso, per gli altri conosco bene, sono contento di loro due. Calciatori con una buona esperienza, secondo me è il momento nostro, perché già abbiamo preso tutti i calciatori under 21, il nostro momento è quello dei calciatori 25-26 anni che venga a portare anche già un'esperienza, andare al campo, domani non si sa mai, la nazionale è quella, io vedo il lavoro di una nazionale così, grazie. Sigurisht që është e hapur kombëtarja, ne në këtë grumbullim kemi
kemi grumbulluar edhe Klisman Caken dhe po ashtu Nazmi Gripshin. Është një përgjegjësi e madhe të jesh trajneri një skuadre të tillë, sepse duhet të zgjedhësh gjithmonë lojtarët më të mirë, por unë jam krenar për gjithë lojtarët e mi. Klisman për shembull ka bërë stërvitje shumë të mira në këtë ditë, na është afruar bashkuar edhe Gripshi së fundmi. Jam shumë i kënaqur me të dy lojtarët. Më përpara kemi grumbulluar edhe lojtarë nga U21, tani ishte pak momenti për të marrë lojtarë të cilët janë 25-26 vjeç, të cilët mund të sjellin pak më tepër eksperiencë. Po jam shumë i lumtur me gjithë lojtarët edhe krenar me ta. Mirë, atëherë kjo ishte pyetja e fundit. Ju falenderojmë shumë për